nuk ka qenë edhe shumë transparent, sepse shumica e seancave kanë qenë të mbyllura dhe ne është vështirë, ne mund të kemi një opinion, një gjykim për këtë që është thonë nga dëshmitarët që është në seancat e hapura, për ato që ka ndodhur me dyert mbyllura ne nuk e dim, sepse shumica e seancave janë marrë në sesion privat, thjesht kanë qenë të mbyllura për publikun dhe nuk e dim. Po nga ajo që është parë, është vështirë që prokuroria ta vërtetoj këtë akt akuzë, thjesht kjo akt akuzë e prokurorisë bazë bindjes time të lirë nuk ishte dashur me kalu, duke qenë se nuk me ata që kam dëgjuar deri më tani asnjë dëshmitar nuk ka potencuar ose nuk ka deklaruar në favor të atyre çështjeve që i mbështesin faktet kyçe të prokurorit. Thjesht e gjithë dëshmitë kanë qenë, mendoj që kanë qenë në favor të ish-ushtarëve të UÇK-s, dhe ajo që ne presim është një përfundim me një gjykim lirues në këtë rast, që do të ishte ndoshta gjëja më e mirë që do të jepte fund një padrejtësie 5 vjeçare. Do të theksuar se tash pothuajse jemi në fund të procesit, edhe pak muaj ndoshta përfundojnë dëshmitarët e prokurorisë, pastaj radhën e kanë dëshmitarët e mbrojtësit viktimave, pastaj edhe ka edhe radhën mbrojtja e të akuzuarve që të propozojë dëshmitar dhe të thras. Dhe është mirë që procesi po shkon drejt fundit, një fund siç e thash më lart, cilin ne do të dëshironim të ishte në favor të luftës së drejtë ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe në favor të ish-ushtarëve të UÇK-s, ish-komandantëve të saj atje, që sesi ka akoma edhe disa muaj deri në përfundim të tij. E mira është që i pishihet tashmë fundi, sepse ka qenë një proces tepër i gjatë dhe jashtë çdo logjike juridike. Vetë fakti që këta janë në paraburgim që 5 vite nënkupton që të drejtat e tyre janë shkelur. Thjesht fakti, mënyra që është administruar ky proces gjyqësor ka shkuar në dëm të drejtave të akuzuarve, duke qenë se kemi pasur një proces vërtet të stërgjatur. Po.